Pas një dite agjërimi, ky është momenti më i bukur, kur mblidhemi të gjithë bashkë për iftar. Unë sot kam fthu njerëz dhe hajde të gatuajmë gjëra të mira sot bashkë. Ëmbëlsira është ajo që servirët e fundit, por që do ta gatuajmë parën sepse na merr një çik më shumë kohë. Pavarësisht se unë kam zgjedhur një ëmbëlsirë të thjeshtë, sot do bëj një krostat me butinë çokoladate. Kam marrë 300 gram miell, një gotë sheqer, 2 kokra vezë, 150 gram gjallë dhe pak fare pluhur pjekës. Do e lëm që të pushojë një gjysmë ore në frigorifer, pastaj do ta hapim që ta pjekim në furrë. Për kremin sipër kam përdorur 1 litër qumësh dhe 3 pako buding me çokoladë edhe sheqer. Hedhim pak arr kokosi për sipër, sa për dekor, edhe iku ëmbëlsira. Tani e kanë radhën mantijat, përgatisi një brumë thjesht si brumë byreku, lëm që të pushojë një gjysmë ore, pastaj do e dajmë brumin në 4 pjesë. Do hapim 4 petë të mëdha dhe do i lymë në mes tyre me gjalpë dhe pak vaj kam përzier bashkë. Pastaj do i palosim në mënyrë katrore. Me të gjithë petët do veprojmë kështu. Shikoni, njëra pas tjetrës. Pra hapim petën, vendosim tjetrin që kemi hapur më para. Pastaj do e lëm në frigorifer që të pushojë 10 minuta sa të ngri pak gjalpi dhe do hapim një petë të madhe ku do ndajmë mantijat, pastaj në copa të vogla. Mbushjen e mantijave e kam bërë me pak qep, mish të grirë edhe pure domatesh. Ju kam dhënë formë trekëndore dhe disa i kam bërë rumbullak. I fusim që t'i pjekim dhe i kemi gati ikën dhe mantijat. Kanë dalë shumë të mira dhe ishin shumë të shijshme. Tani e ka radhën mishi, kam marrë 2 pula fshati, do t'i marinoj me erza të ndryshme, krip, vaj, gjethafine, pak gjallë, i mbuloj me letër alumini dhe do i fusim në furrë. Pastaj do t'i hedh patatet. Pasi mishi është pjekur pak, hedhim patatet, sepse patatet duan më pak kohë që të bëhen, prandaj i hedha më vonë. Hedhim edhe pak limon sipër dhe i fusim në furrë derisa të bëhen patatet dhe mishi. Bëjmë edhe një risotto, kam hedhur gjalp, hedhim karrota, i kaordisim, do hedhim edhe bizele, krip sigurisht, do hedhim 500 gram oriz, do ta kaordisim pak, pastaj do të shtoj aty 600 gram lëng pule dhe ujë bashkë. Kam marrë pak nga lëngu që pjekën pulat, e kam përzier me ujë. Pra 500 gram oriz edhe 600 gram ujë. E çëm tek programi i saj 07 dhe e lëm që të ziej. Pulat tani kemi gati, janë pjekur, po pjek edhe pak bërzolla, kam bërë edhe supë, po nuk kisha kohë që t'i filmoja të gjitha, kisha bërë edhe pak brusketa. Po kam edhe diçka të rëndësishme për të ndarë me juve, ky është një rezultat i arrirë nga seti i zhvillimit për fëmijë. Ndihmon për ata që kanë mungesa në të folur, koncentrim, përqendrim dhe memorizim. Ja ku kemi edhe ëmbëlsirën të fundit dhe ju uroj gjithë një agjërim të lehtë.